Mesazhe mirëseardhje, ëmbëlsira, fëmijë të rritur, nipër e mbesa kishin pushtuar aeroportin e Shkupit për të pritur familjarët e tyre që kishin kryer haxhin. Emocione të mëdha, lotgëzimi dhe përqapimet e ngrohta, duke ndarë së bashku lumturinë e kthimit të tyre nga vendet e shenjta. Kjo ishte atmosfera pas mbërriqjes së grupit të tretë dhe të fundit të axhilerëve të Myftynisë së Tetovës, pas përfundimit të njërit prej udhëtimeve më të shenjta dhe më domethënëse në jetën e një besimtari. Përshtypjet e para janë shumë të mira, është për mua është hera e tretë që jam atje, po është dy herë numre, po haxhi është diçka më speciale. Kom qenë bashkë me nonën, është një gjë që është e papërshkrueshme. Pa më shku ta vizitosh, nuk mund ta shpjegosh, po është një gjë që preferoj që sa më të shkojnë, se ka mundime, është temperaturat e mëdha janë edhe ato obligimet që duhet krihen janë të rënda pak. Përshtypjet e para ka qenë që kom pa Qaben e para herë, që kom shkel vendin e shenjtë, vendin më të mirë. Kënaqësia më e mirë në botë është kjo është, haxhi. Përshtypjet e para janë pa krahasueshme, aty folin veç fjalët e zemrës dhe jo fjalët e gojës. Kjo është një përshkrim i pa diskutuar, nuk ka përshkrim të haruar. Shumë mirë kemi kaluar. Përshtypjet e para ka qenë shumë të mira, shumë mirë na kanë prit dhe shumë mirë kemi kaluar. S'ka si me kallëzoj. Duhet aty me shku sa më i rri me ka. Ko një vetë dhe të ta shihni atëherë të ta përjetoni. Shumë emocione dhe shumë kënaqësi e madhe. Allah ju mësoj çdo ku inshallah të shkohet të vizitohet dhe të përjetoj këto kënaqësitë shpirtërore. Shumë mirë kemi kaluar. Super, jemi kënaqur vallahi. Pi më të parëve. Po, e në shtojnë arajnë me në këta gjë kur të kena ma prapë. Kismet numre. Vjetin që vajtë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë bukur, shumë mirë. Shumë mirë kina kalu, kemi pas pritje të madhe në Medine, pak Vanes, apo për rrugë shumë mirë kina kalu. Përshtypjet e mira, këtë janë të mira, okej. Çka më thonë, ina të kënaqsh, ina pak lodhët, emocione, ç'është. Që s'mund ti përshkrash, disa gjana janë shumë interesante, po. Unë i falenderoj që kemi kaluar mirë, shëndoshë mirë, inshallah Zoti na të pranojë haxhin. Haxhi është një përjetim i jashtëzakonshëm shpirtëror që forcon besimin, durimin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Por është edhe një sfidë që kërkon organizim të jashtëzakonshëm. Në shërbim të haxhinëve kanë qenë 11 mjek. I gjithë procesi i haxhit ka shkuar relativisht mirë. Kemi pasur raste të cilat kanë qenë pak më të rënda për pacientët tonë, po në përgjithësi ka shkuar çdo gjë sipas asaj të cilën ne kemi planifikuar. Ne kemi qenë së bashku 11 mjek atje ku kemi punuar me ndrime dhe kemi qenë aktiv, domethënë 24 orë, ndrimet kanë qenë të gjata dhe në bazë të asaj që pat, domethënë rastet më të shumta që kanë qenë probleme me kollitjen, shkaku i klimave dhe shkaku i virozave të cilët ishin aktuale atje. Po deri diku ishin të menaxhueshme, në disa raste pak më të rënda i kena udhëzuar për të shkuar në spital. Çfarë propozojmë për haxhit që do vinë në vitet e ardhshme është që të mos freken dhe se gjithçka do shkojë mirë sipas asaj të cilën e kemi parapar deri tash. Nga Myftynia e Tetovës tonë se udhëtimi, qëndrimi dhe kthimi nga vendet e shenjta ka shkuar tepër mirë, duke lutur Allahun e madhëruar që t'ua ketë pranuar haxhin, lutjet dhe adhurimet e tyre, t'i shpërblej me të mirat të shumta dhe t'i boj shembull të devotshmërisë në familjet dhe shoqërinë tonë. Në gëzon fakti që të gjithë kanë ardhur shnosh e mirë, shfrytëzojmë rastin që ne të shprehim lutjet, duat tona që inshallah Allahu fuqiplot t'ua pranoj haxhin dhe të gjitha ibadetet dhe lutjet që i kanë bërë atje. Normalisht haxhi ka obligime të rëndësishme, ndoshta ndonjëherë edhe me sfida të ndryshme, por falë Zotit edhe ekipit organizativ profesional, qoftë atyre mjekësor edhe teologjik, gjithçka ka rrjedh mirë dhe ka përfunduar me suksesin më të madh. Por ekipi që u kthye nga Meka i mungoi një haxhi. Televizioni Koha njoftoi për rastin e vdekjes së një haxhiu nga Piroku i Tetovës, i cili me dakordim me familjen e të ndjerit është varrosur në barezat e Mekës. Kurse Myftyi i Tetovës, duke përshkruar këtë lajm të dhimbshëm si caktim të Zotit, njoftoi se i ndjeri kishte ndëruar jetë sapo kishte përfunduar obligimet e haxhit. Një Haxhi Adnani na ndroi jetë në Mekë, posa e përfundoi të gjitha obligimet e haxhit, të gjitha farzet e haxhit. Dhe ishte caktimi i Zotit Gjeleshanu, krahas asaj që intervenimet mjekësore ishin aty, por
ishte caktimi i Zotit që ndroi jetë. Unë shfrytëzoj rastin që ta lusë Allahun fuqiplot që të ndjerin ta shpërbleje me xhennet dhe familjes t'i dhuroje sabër edhe durim edhe matuqje. Shikuar nga këndvështrimi i të ndjerit, ai ju dha caktimi i Zotit ishte i tillë që pas i përfundoi të gjitha obligimet e haxhit në një atmosferë lutje dhe duaje dhe përmendje të Zotit. Nuk i kishte kaluar as 24 orë që i kishte nxjerr ihramet, pra sapo e përfundoi haxhin dhe amanetin. Nga rajoni i Tetovës për në vendet e shenjta kanë udhëtuar 421 linj, kurse së bashku me shoqëruesit e tyre, hoxhallarët, udhëheqësit dhe ekipin mjekësor, shifra kishte mbaritur në 460.